Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues të drita televizion, do të jemi së bashku në emisionin What Happened Today, çfarë ka ndodhur sot. Data sot shënon 22 qershor dhe ne kemi përgatitur disa informacione në lidhje me ngjarjet më të rëndësishme që kanë ndodhur në këtë datë, ku ju ftoj që t'i ndiqni. (22 qershor). Ngjarje 1941. Gjermania naziste filloi pushtimin e Bashkimit Sovjetik. Lideri sovjetik Josef Stalin befasohet nga sulmi i papritur i forcave të Adolf Hitlerit. Nazistët marshojnë drejt Moskës. Ai kështu shkeli marrëveshjen e nënshkruar ndërmjet Gjermanisë dhe Bashkimit Sovjetik për respektimin e sovranitetit reciprok. 1979. Gjykata britanike e liron Jeremy Thorpen, liderin e Partisë Liberale, nga akuzat për tentativë vrasje të Norman Scottit. 1981. Mark Champan e pranon se kishte qelluar për vdekje frontmanin e Beatles, John Lennon. Ai në dhjetor të vitit 1980 e kishte vrarë këngëtarin më të famshëm të asaj kohe. Ai kishte ndryshuar në mënyrë dramatike deklaratën, duke theksuar se thirrja për vrasjen e Lennonit i kishte ardhur nga Zoti. 2001. Gjykata vendos t'i liroj 2 të miturët që kishin kryer vrasjen e Jens Pulger. Drejtësia kishte bindje se djemtë e moshës 10 vjeçare nuk ishin plotësisht të vetëdijshëm për veprimin që kishin bërë. 2004. Një gjykatë belge e dënon me vdekje Mark Dutrouksin, i cili kishte dhunuar, torturuar dhe vrarë fëmijë. Lindje 1767. Lindi William von Humboldt, gjeograf dhe burr shteti gjerman. 1805. Lindi Giuseppe Mazzini, revolucionar italian dhe themelues i lëvizjes Italia e Re në shekullin 19. 1898. Lindi Erich Maria Remarque, letrar gjerman. 1949. Lindi Meryl Streep, aktore amerikane. 1953. Lindi Cyndi Lauper, kantautore amerikane. 1961. Lindi Jimmy Somerville, muzikant anglez. 1964. Lindi Dan Brown, shkrimtar amerikan i thrilleve detektiv. Vdekje 1691. Vdiq Sulejmani II, sultani perandorisë Osmane. 1961. Vdiq Maria Rumune, princesh rumune dhe mbretëreshe mbretërisë së Jugosllavisë. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Linus Pauling, i cili ishte një kimist mjaft i njohur. Ai ka lindur më 28 shkurt të vitit 1901 në SBA dhe ka ndëruar jetë më 19 gusht të vitit 1994 në SBA. Ai ka fituar çmimin Nobel për kimi në vitin 1954. Jeta. Linus Pauling ka lindur në Portland në Shtetet e Bashkuara. Familja e tij vinte nga një linj fermerësh prusian dhe babai Pauling punonte si shitës farmaceutik. Pasi filloi studimet në Universitetin Shtetëror të Oregonit, ai fitoi doktoraturën nga Instituti i Teknologjisë në Kaliforni, me të cilin mbajti lidhje për pjesën tjetër të karrierës së tij. Në vitin 1950, përfshirë Pauling në lëvizjen antibërthamore, çoi në etiketimin e tij si një komunist dyshuar, gjë që rezultoi në heqjen e pasaportës së tij. Puna. Zhvillimi i mekanikës kuantike gjatë viteve 1920 pati një ndikim të madh, jo vetëm në fushën e fizikës, por edhe në kimi. Gjatë viteve 1930, Pauling ishte ndër pionierët që përdorën mekanikën kuantike për të kuptuar dhe përshkruar lidhjen kimike, domethënë mënyrën se si atomet bashkohen për të formuar molekula. Pauling punoi në një gamë të gjerë fushas brenda kimisë. Për shembull, ai punoi në strukturën e përbërjeve kimike të rëndësishme. Në vitin 1951, ai publikoi strukturën e spirales alfa, e cila është një komponent i rëndësishëm, bazë i shumë proteinave. Punimet kryesore i kushtohen studimit të strukturës së substancave, studimit të teorisë së strukturës së lidhjeve kimike,
mori pjesë në zhvillimin e metodës së lidhjeve të valencës, të teorisë së rezonancës, prezantoi konceptin e relativitetit të elektronegativitetit të elementeve. Gjithashtu mori çmimin Laureat Nobel në vitin 1954 dhe çmimin Nobel për paqe në vitin 1962. Le të themi që kontributi i tij ishte mjaft i madh. Tani do të kalojmë në rubrikën e shëndeti. Sot kam përzgjedhur për të folur e vlera vështruese të frutit guabana, i cili është një central elektrik për shkak se përmban mjaft vitamina, proteina dhe minerale. Fruti guabana është i lartë në vitaminë C, një antioksidant i njohur për të rritur shëndetin e imunitetit. Vitamina C forcon sistemin tuaj imunitar, duke përmirësuar aftësinë për të mbrojtur kundër patogjenëve. Ajo gjithashtu promovon shkatrimin e radikaleve të lira, të cilat mund të ndihmojnë në mbrojtjen e lëkurës dhe qelizave tuaja nga ndëmtimi oksidativ i mjedisit. Fruti guabanana përmban mjaft antioksidantë të tjerë, duke përfshirë fitosterolet, tianinën dhe flavonoidet. Antioksidantët luajnë një rol në shëndetin tuaj të përgjithshëm dhe mund të ndihmojnë në mbrojtjen kundër një sër kushtes shëndetësore. Disa nga përfitimet të tjera janë: tretje shëndetshme. Ky frut përmban rreth 83% të sasisë tuaj të rekomanduar ditore të fibrave, e cila është një lëndë ushqyese jetike për shëndetin tuaj të tretjes. Fibra ndihmon në promovimin e rregullsisë dhe parandalimin e problemeve të tretjes. Guabanana mund të jetë i dobishëm për të ndihmuar në luftimin dhe parandalimin e kancerit. Një studim zbuloi se një ekstrakt i këtij fruti mund të zvoglojë madhësinë e tumoreve të kancerit, gjithashtu të vrasë qelizat e kancerit. Lufton inflamacionin. Antioksidantët luftojnë radikale të lira, duke reduktuar dëmtimin e qelizave të shkaktuara nga stresi oksidativ. Një nga efektet anësore të stresit oksidativ është inflamacioni. Stabilizon presionin e gjakut. Presioni i lartë i gjakut mund të çojë në probleme serioze si sëmundje të zemrës ose dhe sulme në zemër. Një faktor që kontribon në presionin e lartë të gjakut është natriumi. Kaliumi ndihmon trupin tuaj të largojë natriumin e tepërt, gjithashtu lehtëson tensionin në muret e enëve të gjakut. Lufton bakteret. Guanabana mund të jap efekte antibakteriale. Një studim zbuloi se një ekstrakt mund të jetë në gjendje të vrasë shumë lloje të ndryshme bakteresh, duke përfshirë shtamet që shkaktojnë sëmundje të mishrave të dhëmbëve. Ai përmban mjaft vitamina thelbësore, duke përfshirë vitaminën B1, B2, B3, vitaminën C, gjithashtu përmban folate, kalcium, hekur, kalium, magnez, fosfor, zink, bakër. Por ai është një bonë thesari pasi përmban mjaft vitamina, proteina, karbohidrate, fibra dhe sheqer. Tani uftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 22 qershor 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme, me dominim të kthjellimeve dhe intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të vendit. Në zonat malore, gjatë orëve të pasdites, priten vranësira të lehta kalimtare, por pa reshje, domethënse, paraditja do të jetë kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa në zonat të izoluara do të ketë vranësira të pakta kalimtare. Pasditja vijon me mot të ngrohtë dhe të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 15 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 34 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 10 deri në 12 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 8 deri në 9. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:01 minutë, ndërsa perëndimi rreth orës 25 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 21 deri në 34 gradë Celsius, Kukës 16 deri në 30 gradë Celsius, Peshkopi 16 deri në 29 gradë Celsius, Tiranë 19 deri në 34 gradë Celsius, Durrës
21 deri në 31 gradë Celsius. Kavaj, 20 deri në 31 gradë Celsius. Elbasan, 20 deri në 34 gradë Celsius. Berat, 21 deri në 34 gradë Celsius. Korç, 15 deri në 28 gradë Celsius. Vlorë, 21 deri në 31 gradë Celsius. Gjirokastër, 16 deri në 29 gradë Celsius. Sarandë, 21 deri në 31 gradë Celsius. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për datën 22 qershor 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm me kthjellime dhe intervale të gjata me diell. Në disa zona malore gjatë pasdites mund të ketë vranësira kalimtare, por pa rreshje të rëndësishme. Paraditja do të ketë mot kryesisht të kthjellët, ndërsa pasditja vijon me temperatura të larta dhe mot të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 12 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 29 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i lartë rreth 7. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 4:51 minutë, ndërsa perëndimi rreth orës 20:24 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 12 deri në 29 gradë Celsius. Podujev, 12 deri në 28 gradë Celsius. Skënderaj, 12 deri në 29 gradë Celsius. Pej, 13 deri në 29 gradë Celsius. Prishtinë, 12 deri në 29 gradë Celsius. Gjakov, 13 deri në 29 gradë Celsius. Malishev, 13 deri në 29 gradë Celsius. Gjilan, 12 deri në 29 gradë Celsius. Ferizaj, 12 deri në 29 gradë Celsius. Kaçanik, 11 deri në 28 gradë Celsius. Suharek, 13 deri në 29 gradë Celsius. Prizren, 13 deri në 29 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo është gjithçka e përgatitur në këtë emision. Ndërkohë ju ftoj ta ndiqni në rrjetet tona sociale, Instagram, TikTok, Twitter dhe Facebook. Gjithashtu nëse dëshironi që të na ndiqni live, mjafton të klikoni në webdrita.tv. Kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision, do ju ftoj të ndiqni programacionin në vijim të Drita Televizion.